Mirëmbrëma dhe mirë si vinin kallëzo për një me. Gjatë kësaj fushate zgjedhore I kemi mbajtur mbi 40 debate, të cilat kanë trajtuar investimet në komunat e Kosovës edhe planet zhvillimore. Në premtimet e politikanëve janë përmend rrugët, asfalti edhe ndërtimet, por shumë pak kandidat kanë folë për adoptimin e infrastrukturës në mënyrë që ajo të jetë e përshtatshme për persona me aftësi të kufizuara. Që nga pas lufta, miliarda euro janë investuar në asfalt, rrugë, shkolla, trotuare, hapësira publike, por fatkeqësisht këto investime janë bo pas batu standardet për qasje të persona me aftësi të kufizuara. Si rjedhoj, personat në karroc e kanë të pamundur lëvizjen, personat e verbër e kanë të pamundur ecjen hapësira publike, edhe ajo që është edhe më e rëndë të gjithve ju pamundsohet punësimi për shkak të një diskriminimi të skajshëm në tregun e punës. Për çka duhet me bo që rrugët, shkollat, parqet, hapësirat tona publike me qenë qasshme për persona me aftësi të kufizuara? Kjo është tema e debatit të sotëm, do t'i diskutojmë sonte me Naim Qelaj, avokat I popullit, Ermira Kuqani, aktiviste, Besart Ramadani, aktivist, Meriton Binakaj, aktivist, Avduli Bishi, aktivist. Dhe Kreshni Gashi nga kallëzo.com, I cili po I mbikëqyr auditimin social në për komuna, projekt I cili ka për qëllim me I shti komunat me pa që duhet me zbatu edhe këtë standard. Për t'ju hapë syt, shikues nderuar, se sa seriozisht e marrin politikanët edhe niveli lokal kërkesat e personave me aftësi të kufizuara, kolegët e mi kanë realizu pra një hulumtim paraprak, me pa qysho puna në komuna. Në këtë hulumtim janë analizu proces verbalet e dëgjimeve buxhetore në për komuna, ku dokumentohet qartë se kërkesat e personave me aftësi të kufizuara shpesh janë të papërfillshme. Ta ndjekim këtë reportazh dhe më pas kthehemi në diskutim. Hulumtimet institucionale dhe të shoqërisë civile dokumentojnë se personat me aftësi të kufizuara janë skajshmërisht të diskriminuar në qasje në hapësirat publike dhe në punësim. Pjesa dërmuese e hapësirave duke përfshirë rrugët, parkingjet, trotuaret, objektet banesore, shkollat, spitalet e hapësirat rekreative nuk kanë qasje për personat me aftësi të kufizuara. Si rjedhoj jetesa e personave të verbër, atyre me karroca, shurmëmecëve dhe personave me aftësi të tjera të kufizuara është skajshmërisht e vështirë dhe pa mundësi në qytetet dhe fshatrat e vendit. Një hulumtim I realizuar nga kallëzo.com gjatë vitit 2023-2024 identifikoi se 100 hapësira të institucioneve publike, duke përfshirë shkolla, spitale e universitete, nuk I plotësonin standardet minimale të qasjes për personat me aftësi të kufizuara. Një raport tjetër I avokatit të popullit I zhvilluar në 21 komuna tregoi që më pak se 41% e kriterëve minimale të qasjes ishin plotësuar gjatë vitit 2023. Shpresat për qasje nuk janë edhe në garantimin e të drejtës elementare për punësimin e personave me aftësi të kufizuara. Në raportin e fundit të performancës së komunave, tregohet se standardi I punësimit të personave me aftësi të kufizuara në institucionet e administratës së komunave është vetëm 58%. Por a ka shpresë për përmirësim? Sipas rregullorës për transparencën komunale, komunat e Kosovës që nga marsi I vitit kalendarik nisin konsultimet për hartimin e buxheteve të komunave. Sipas kësaj rregulloreje, gjatë diskutimit të kornizës afatmesme buxhetore dhe buxhetit të vitit të ardhshëm, komunat mbajnë deri në 20 dëgjime buxhetore me kategori të ndryshme të qytetarëve. Procesi, edhe pse duket të jetë gjithëpërfshirës dhe transparent, në rezultate është mjaft diskriminues. Rjeti Ballkanik për gazetari hulumtuese ka zhvilluar një hulumtim në të cilin ka analizuar procesin e konsultimeve buxhetore dhe përfshirjes së kërkesave të personave me aftësi të kufizuara në projektet investive të komunave të Kosovës. Sipas rregullit, I tërë procesi I konsultimeve publike zhvillohet duke qenë transparent dhe të gjitha kërkesat evidentohen në proces verbale dhe në raportet përfundimtare. Por, hulumtimi I Birnit evidenton që deri në shtator vetëm 16 komuna e kanë përmbushur procesin e hartimit të raporteve përfundimtare të dëgjimeve buxhetore. Problematika serioze është se në raportet përfundimtare buxhetore sërish konstatohet diskriminim I skajshëm I kërkesave të personave me aftësi të kufizuara. Nga 16 komuna, në vetëm 4 komuna janë evidentuar kërkesa specifike për infrastrukturë,
të përshtatshme për personat me aftësi të kufizuara. Të dhënat tregojnë që pjesa tjetër e mbi 300 projekteve të përfshira në këto komuna nuk i kanë të përfshira nevojat e personave me aftësi të kufizuara. Ishte kjo një reportazh, para se me fillu Besart, e patëm diskutimin që kur erdhe këtu në studio, ti i ki pa shumë debate, the kohëve të fundit, i ki përcjell të gjitha, edhe t'la për shtypje, e kallëzove që t'kalon për shtypje sa pak kam fol kandidatët. Në anën tjetër, kur ta sheh reportazhin, i njëjta po konkludohet, edhe qysh e shpjegon ti që në konsultimet publike që dalin për këtij hulumtimi, vetëm 12 kërkesa janë për persona me aftësi të kufizuara. Qysh e cekëm dhe më herët, domethënë e kom përcjell komplet fushatën edhe asnjë kandidat, asnjë asambles nuk ka folë për persona me aftësi të kufizuara, nuk e di pse është kjo neglizhencë ose kjo harresë. Jo mënu me kuptu edhe vetë, po nuk u mujt me kuptu pse. A menon që ka mjaftueshëm kërkesa në për komuna? Që drejtorit, kryetari me i marë parasysh projekte gjithmonë qasjen për personat kufizuar? Po besoj që ka kërkesa, domethënë, po nuk e di pse nuk i marrin parasysh, domethënë, është e pakuptueshme, domethënë, pse është deri në çet pikë, domethënë kjo harresë edhe kjo neglizhencë për persona me aftësi të kufizuara, nuk u mujt me kuptu asnjëherë, po ka kërkesa, nuk është që nuk ka kërkesa, domethënë, po nuk pe kuptoj pse. Ju jeni krejt aktivista edhe po du me pyet na njëri prej juve, a ka bo kërkes apo presion të na institucion me ndru këtë, meriton kësha shku të ti, a ke në komunën tënde, apo në rrethin tënd ku ke punu, ku e ke zhvillu aktivizmin tënd, a ke mujt me arrit me bin na institucion me e marë seriozisht punën e qasjes për persona me aftësi të kufizuar? Jo mundu disa herë, por është pak problem në Kosovën të ndashë parasysh që po ka edhe probleme tjera, po edhe ata po harrojnë edhe po na neglizhojnë që edhe na ekzistojmë. Do sende nuk do të më qenë kërkesë, po do të më bë vullnet. Na e dim që krejt objektet e vjetra nuk e kanë asnjë qasje. Unë kur kam qenë pjesë në fakultetin Femia Gani që është në Gjakov, nuk ka pas qasje. Por mas që më hijoni si person me aftësi kufizune, ka arrit që më kriju qasja edhe banjo. Domethënë do të gjithmonë më bë diçka, për më ndodh diçka që nuk është normale. Kjo do të me qenë vullnet i ko pas kohëshëm që kryetarët e komunave, po ashtu edhe asamblejista më arrit që me zhvillu jo duke na prit neve që me ngrit zonin, po me qenë vullnet i domosdoshëm, për arsye se edhe me kushtetutë edhe me ligje ne jemi barabartë. Kjo është evidente, por meriton po vjen mirë që e ke arrit që sukses në Universitetin Femia Gani në Gjakov. Në kallëzove që jetu bo master në Pej. Po. Pej, a ke qasje karocës? Është qasja po jo dur. Jo e dur, a? Jo dur, jam në fillim që tash master, po besoj që më kohën do ta shoh sa është problem, po jo nuk është qasja dur. Kanë thonë që është do ku bani objekt i ri, do të ketë gjitha qasjet, po jemi në pritje. Avdyl? Po, unë prej vitit 2000 e këndaj, dhe thotë se jetoj në Kosovë, jam me prerardhja e prej Luginës së Freshevës. Unë kom bërë në trishnit madhe në komunë Gjinonit, ku më arrit në 4 shkolla, të zjarfiksat, të shtëpia e kërë. 4 shkolla ke arrit me siguru qasje. Po, të zjarfiksat. E jashtëzakonshme. Veqa mund shumë kallëzu shkollat, a janë të vjetra, a janë të reja? Janë të vjetra të shkolla kanë qenë. Maru me para luftës? Para luftës. është shkolla Bazajitit, themi me të ko Recep Elmaz, të zjarfiksat shemull, shka ka një person me aftësi të kufizuar me shku të zjarfiksat, po njëherë ishte vëllez një pjesë e qytetit, kisha telefon, po nuk i thesha për i nati. Ju më shku, jam afrua ofër, edhe ka dalën ai përgjegjësi kryesor i zjarfiksat. Thash me pas, unë e qasje kisha një atje, edhe të kisha lajmëru, po nuk kam qasje.
Mërena 5 ditëve u bo qasja për personat me aftësi të kufizume të zjarfiksat. Po unë edhe kom bo shumë presion të madhë. Bravo. Unë e kom radhe në gojzë në 2016 më afër 8-9 venda kyqe ku do të thotë kalojnë komësorët edhe ne, personat me aftësi të kufizume, unë i kom thi me qekeq me disa kolegë. Edhe ja kom qelësit. Nuk do të them që është bon shumë Gjelan, së është bon heq. Se me marrë me llogarit me përqindje, se unë punoj në hapësira publike edhe di sa dalje janë krejt qytetit. Ku punon sakt? Punoj të ndërmarrja Tregu, ashta aset i komunës, edhe dhe thot pjero 7 dhe në ora 16, unë të ditën silëm. Frekuenton edhe i di krejta. është bon, po shumë pak është bon. Objektet e vjetra se ceki kolegu nuk kanë qasje, nuk kanë vullnet më marrë me ta se qasja shumë letë banët. Urna, merita? Po vullnetja shumë i vogël. Është interesant se isha herën me një takim me Krishniku në një publikim që kishte me bo për qaset për persona me aftësi të kufizuar dhe ishim të diskutu për sho baner që funded by European Government, ose European Foundation, që është këtirja, gjykata dhe prokuria që u bo në Gjakov, u bo e rej, objekt i ri, po qasja ishte shumë e keqe. Edhe për dëgjojmë Krishnikën, po thot ka pyetje, për tham, po kam një pyetje, për tham, kjo që bon nga Bashkimi Evropian, po qasja që keni bo objektin e ri nuk është e dur. Nuk ka vanu shumë, do më thonë, mas disa kohë kanë reguluar atë problem, po besoj që objektet e reja duhet me qenë ma të vëmendshme kur të ndërtojnë që me pas qasje të qashme. Jo vetëm hade po bojmë diçka të rej, e duke ne neglizhu. E mirë. Mendoj që është punu në këtë aspekt në qasje, në disa aspekte për personat me aftësi të kufizume, po mendoj që është më shumë problemi të vidisimi popullit dhe zbatimi i ligjit që është. Unë mendoj që mas shumë të është të vidisimi popullit që edhe që ato hapësira sa i kemi, sa do pak që janë, na i uzurpojnë, na pengojnë për shembull të parkingjet, të toaletet, të trotuarët. Për shembull edhe në qoftë se ka trotuari qasje me kalu, kerret që ndalen ose objekte që i qisin para, rampa, do me thonë, na bën të pamundshme me kalu. Unë mendoj, do me thonë që është vetëm të zbatimi edhe të vidisimi. E mirë, qysh e kalon ti thjesht qysh ja bën qarëm vetit kur ki me kry punë. Unë shpesh menoj çka bën një njeri që është në zërë, që është në karrocë. Qysh shkon me ble ushqim, qysh e kalon ditën, thjesht qysh ja bën qarëm. Unë fillimisht e marrë me lehtësi, me sportivitet, munduna me ja letu vetit. Munduna me po që këm qasje i largoj edhe pse jam barjerat, munduna që thëm ja dal, edhe filloj me ja dal. Kam shumë pengisa, po që... A duhet gjithkush dikush me shty? Gjithmonë me pasti dikon... Zakonisht shumicën e kohës nuk e kam. Nuk e ki. Edhe ja dal vetë, po me shumë, ka shumë vështirësi. A lyp ndim prej kalimtarit? Zakonisht po e shfrytëzoj momentin që i thëm na i kalimtarit që fatmirësisht nuk pritojnë për një pengis, një barjerë të vogël me kalusë një ramë që është, se zakonisht po janë edhe rampat, po që janë veç kofshin. Se janë për shembull shumë që është e pamundshme. Edhe bohën jashtë standardeve që nuk mund është me hestos. Në shumicën e restoranteve ose kafeterive ose ku do qoftë janë pirrinat tipër të theksone që edhe në qoftë se të shtynë dikush është shumë problem, me shumë vështirësi. Se vetë është edhe e pamundshme. Po ja dalim, ama kishëm pos nevojë edhe për pak ma shumë qasje, pak ma shumë me na respektu që ato hapësira tona, sa do që janë, edhe të shpresojmë që kanë mu përmisu, po që ato që janë të pak të nëmës me na kena shumë probleme edhe me parkingje edhe me toalete, hiq ma larkë se para do dite kam diskutu me disa që e mirëmbojnë toaletin,
nuk është depo, i thash, se zakonisht e përdorin si depo. Me gjokira, me çka do quftë që kanë, i qujnë që ato. Edhe vazot me lule që i pengojnë, i shtin aty. E aja është toalet për neve, nuk është depo. Po, për këtë arsye, në po thamë që ma shumë kemi nevojë për vetëdisim, edhe për zbatim. Naim, a je mundu ka aspekte institucionali i avokatit popullit me shty ndrimin e kësaj qasje, vetëdisimin, edhe çfarë suksese ke mri me raportet e tua, me presionet e tua? Në thamë drejtën ka qenë shumë e vështirë, sepse janë shumë aspekte që u përmendën këto. Zbatimi i ligjit, objektet e vjetra, ato që nuk e kanë pas infrastrukturën e duhur, pastaj mendësia, vetëdisimi vetë autoriteteve publike, pastaj politikat sociale, sa janë harmoni me kërkesat edhe të drejtat që i gëzojnë personat me aftësi të kufizuar. Këto janë probleme komplekse. Prej vitit 2022 kryesisht me një angazhim të shtuar jemi marrë me aftësinë e kufizuar, në bashkëpunim me organizatat e shoqërisë civile që vijnë nga ky sektor, por edhe me vetë aktivistët që merren me të drejtat e personave me aftësi të kufizuar dhe kemi nxjerrë një varg raportesh e rekomandime për autoritetet. Problemi është që pak po zbatohen. Edhe kisha me fillu prej një qasje politike që institucionet duhet me pas, që nuk e kanë arrit me zbatu që 7 vite, ndryshimi i ligjit për financimin e pushtetit lokal. Aty janë para pa një grant specifik për komunat për çështjet sociale. Sot komunat nuk kanë politika sociale. Thjesht kur flitet për çështjet sociale mendohet për shkolla, qerdhe, objekte tjera, por në asnjë aspekt për shërbimet që shteti ka obligim dhe detyrim me plotësu dhe me ofru persona me aftësi të kufizuar. Te çështja ne kemi bërë 2, në fakt 3 hulumtime, 3 raporte të veçanta. I pari ka qenë për administratën pensionale në Prishtinë dhe qendra tjera të administratës pensionale, na ka rezultuar që s'ka qasje. Administrata pensionale e Kosovës në Prishtinë zyrën e ka në gjithë me avokatin e popullit, ku i ka zyrët avokati i popullit. Sa herë kam dalë në rrugë, kam pa njerëz më shumë, njerëz me karroca, njerëz me aftësi të kufizuar në kushte tepër trona tu i bartë persona tjerë. Krejt çka duhet për një qasje me Pierrin është një investim i papërfillshëm. Jo, nuk e kanë bë. Se kanë bo? Jo, nuk e kanë bo. Zyrja pensioneve në kryeqytetin. Jo, nuk e kanë bo. Janë edhe do të gjendra tjera që nuk i kanë. Vetë avokati i popullit ka problem me qasje. Ne i kemi zyrën... Edhe na mediat. Patjetër, edhe mediat. Edhe shërbime tjera publike, edhe private. Zyra regionale në Prizren, në Gjakov, pjesërisht e ka, në Gjilan nuk e ka, në Graçanic nuk e ka, në Mitrovic nuk e ka. Dhe me krejt këto qendra unë kam bisedu me kryetarët, s'paku 2 herë, i kam taku vetë kryetarët e komunave, ata që kanë qenë edhe këta që janë aktualisht. Të 2 herë i kom shkru letër, kam theksu që është detyrimi komunës me siguru zyre dhe hapësira për avokatin e popullit, të përshtatshme për me ushtru punën e tyre. Edhe tash unë kam jetë vetëm një zgjidhje me marrë zyre me qira, me qëllim që s'paku unë si avokati i popullit, si institucion i drejtave të njerëzit me plotësu këtë kriter. Të dytën e kemi bërë një hulumtim në 4 komuna, në Gjilan, Ferizaj, Prizren dhe Prishtinë. Gjendja na ka dalë interesante, mbi 40-50% varësisht prej qyteteve nuk ka qasje në hapësirat publike, a fjala për tretar, rrugë e hapësira tjera të hapësira publike. Jo vetëm ndërtimet e vjetra, por edhe ndërtimet e reja. Ekziston ato që thanë parafalësit e mi që edhe kur ndërtohen edhe kur rregullohen, to janë jashtë standardeve, ose nuk vendosen anësoret që janë të domosdoshme, ose Pierrinat nuk është me standard, është shumë me lartë. Ose thjesht është e parritshme me pas qasje personat me aftësi të kufizuar. Një raport tjetër e kemi pas në përgjithësi për qasje në hapësira publike edhe në institucione tjera dhe në secilin vend ku kemi prejk na del një problem. Infrastruktura vjetër nuk ka pas investim u rregullu qasja, të ndërtimet e reja nuk zbatohen rregullat e një udhëzimi administrativ numër 33 për 2007, emërtohet udhëzimi për kushtet teknike të objekteve ndërtimore për qasjet persona me aftësi të kufizuar në komuna, është fjala në nivelin lokal.
fatkeqësisht nuk ka mbikëqyrje, nuk ka kontroll, objektet ndërtohen, lejat e ndërtimit jepen, ndoshta me kushte teknike të përshtatshme, përfundohen dhe legalizohen pa i plotësuar ato kushte. Krishnik, shpesh thuhet, pa u bë e madhe në media, nuk ndrohen senet. Apo mundemi, si Kallxo.com, ju keni shku vetë ki kalu kohë në disa komuna të folë për këtë punë, a ka ndryshu kjo në ajsen? E para është, du të më konstatu problemet generale të cilat i kemi si shoqëni, si politikë, si shtetë dhe si tërsi. Na du të më konstatu fillimisht që nuk kemi vullnet politik me zgjidhë situatën. E dyta, nuk kemi vullnet me imponu standarde mbi të cilat qasja e persona me aftësi të kufizuar është e garantuar në secilën sferë tjetër, pra tu nis prej hapësirave, tu vazhdu të punësimi, masnej tu vazhdu dhe të zbatimi drejtave tyre. Fatkeqësisht në vendin tonë ende nuk kemi një vullnet politik që çështjet e persona me aftësi të kufizuar me qenë prioritare dhe me ndërtu standardi ku këta njerëz e garantojnë qasjen e barabartë. Ka dalë. Shumë letë Krishnik po folim për vullnet politik. Unë të pyeta, apo e bojmë na gjë na mediat? Në vullneti politik mundet mu maru. Kur na kemi pas qef barazi gjinore, i kemi shti kryetarët, kemi thonë, a kemi bo gjysën gra? Me zëre me hatër, ata mas do vjetëve jënë të provu me emriqa standard. Po tash kjo arsyeja pse jemi të bëjë debate të tilla, pse jemi të ngrit zonin është kjo, pra duhet me shndru në temë të diskutimit pa barazinë që ndodhin në shoqëri. Dhe në momentet kur ndodh pa barazi e theksuar ndaj kategorive të caktuara, shteti nuk duhet me synu që mekanizma të butë me zgjidh problemin, mirë po duhet me kthy në prioritet nacional, me zhvillu investimin dhe me bo barazin në raport me këtë temë. Pse prej fillimit nuk po investohet? A nuk kallzove që kushton shumë me zbatu qësë? I kemi dy probleme elementare. E para, nevojitet një ndërhyrje emergjente me investime të skajshme për me përshtat infrastrukturën e cila është për momentin, dhe e dyta, nevojitet imponimi standarde që në investimet e reja të cilat zhvillohen në institucionet publike dhe private në vendin tonë, standardet e ndërtimit dhe standardet e qasjes me u zbatu në përpikmëri. Fatkeqësisht, çka po gjejmë tash është që 25 vjet pas luftës, standardet nuk janë tu imponu në asnjërin prej investimeve edhe publike edhe në investimet private. Pra, prej asaj çka po e shohim në terren, edhe sot kur janë tu ushtu trotuare, edhe sot kur janë tu ndërtu parqe, edhe sot kur janë tu ndërtu vend parkingje, qasja për personat me aftësi të kufizuar nuk është e garantuar, ose është paktën me një lloj maskë të cilën na e quajmë për me e siguru si të tillë. Pra, ndërtohet parkingu, mirë po kur ndërtohet parkingu, dera për me dalë pe kerrit është në rrugë e jo në trotuar. Ndërtohet pritorja e autobusit, po në pritorin e autobusit qasje për personat me aftësi të kufizuar nuk është. Ndërtohen parqet, po lodrat nuk janë të përshtatshme për fëmijët të cilët kanë aftësi të kufizuar. Problemin e kemi që kemi shkolla, kemi spitale, kemi universitete të cilat në vazhdimsi e injorojnë infrastrukturën dhe e injorojnë krijimin e hapësirës e cila ju mundson persona me aftësi të kufizuar me e jetu jetën normalisht. Pra, ato që na i shohin. Këto krejt jetu fol për ndërtesa publike që ndërtohen me paret buxhetit Kosovës. Me paret buxhetit Kosovës dhe na shohim maska, na shohim projekte të cilat njerëzit ose kryetarët e komunave ose përfaqësuesit të institucionit ja u prejnë shiritin dhe tregojnë që shikoni keni ndërtuar një rrugë e cila ka qasje për personat me aftësi të kufizuar. Po ata harrojnë që për me mri deri te ajo rrugë, personat me aftësi të kufizuar nuk ka qasje. Pra duhet me pas dikon tjetër i cili nxjerr i afron deri te ajo rrugë, duhet me pas një vend parking komunal ata për me mri me garantu deri qasjen në këtë drejtim. Për këtë arsye po mendoj që duhet me u konstatuar, duhet më thonë shumë hapur që shpenzimi i buxhetit të shtetit Kosovës bëhet duke i diskriminu personat me aftësi të kufizuar, investimet publike bëhen jashtë standardit duke i diskriminu personat me aftësi të kufizuar, dhe e treta, personat me aftësi të kufizuar kanë një diskriminim politik, i cili bëhet për shkak se personat me aftësi të kufizuar nuk janë prioritet nacional që aty në mju garantu qasja e barabartë dhe mju garantu që ata me uni të barabartë me qytetarët e tjerë. Në këtë rast, obligimi i shtetit në kategoritë e marginalizuar, në kategoritë të cilat nuk kanë aftësi të kufizuar, është shumë më i lartë se sa raporti me qytetarët e thjeshtë. Pra, në rast se kemi një person me aftësi të kufizuar në një komunitet të caktuar, shteti ka më shumë obligime ndaj tij se sa ndaj qytetarëve të zakonshëm, të cilët nuk i kanë nevojat e veçanta, dhe mendoj që kjo është diskriminim shumë jashtëpër. Tash, diskriminimi tjetër është brenda hapësirave të partive politike, pra
që ky diskriminimi politik përpos në investime është edhe në hapësirën që këta personat me aftësi të kufizuar me pas zë brenda partive politike. Ka shumë pak kandidat për asamblesë, nuk ka asnjë kandidat për kryetar të komune, nuk ka struktura e partive politike në Kosovë, njerëz me aftësi të kufizuar të cilat kishin me i shty përpara agendat dhe kauzat e mbrëmshme. Interesant. Avdylin po du me pyet për shtarnale qëto. Avdyl, shumë interesant që Krishniku po mënon njëra për forcave, unë e menoj që edhe mediat kena përgjegjësinë tonë, nuk po du me alon veç pushtetit, po njëra prej forcave cilat kish mujt me bo ndryshime, është me hi aktivistat apo persona me aftësi të kufizuar me shtyse në parti. Ti ki hi në një ndërmarrje publike. Si pjesëtari në ndërmarrje publike, po shtynë sa po mund është që aty ku je. A menon që me bo me hi parti politike, persona me aftësi kufizuar, muj me bo në ndrim? A u menua, u bo në herë diskutim mes jush, komunitetit juj kjo? Po, unë kam qenë 2017 në kandidat së më kanë dashtë. Jo, si sa mirë. Që më kallëzove o mirë. Kandidat për? Për në asamblej komunale, për kryetar mu mos fundi. Jo, veç në cilën komun? Komunin e Gjilanit. Okej, do me thonë ki tentu mu zgjedh? Kam tentu. I sotin list? I fundit. I fundit list, vallat pas kanë. 39 vota. Po ndo këta zgreja me së më kish pas vota. O, du të me kuptu. Pse po e them ka diskriminim brenda partive politike, sepse partit politike, njerëzit e cilë dojmë i shty për para, me i promovu shumë investojnë, pra japin hapësirë në media, ju blejnë hapësirë të marketingut, ju ndërtojnë videomateriale, poster, elemente tjera. Në rast se partit politike, nuk dojmë i shty për para disa njerëz. Ata edhe pse kanë çka me përfaqësuar kauzat e veta, nuk mrin me marrë audiencën. Dhe për këto në po flasë për diskriminimin mrena partive politike. Pra, partitë politike nuk ju ofrojnë hapësirë mrena, që personat me aftësi të kufizuar. Po veç, si kena partitë, këtu e po më folë për ta. Kush ju ofron media? Falë, prap po këthejem. A ju ofrojmë në akademi? A ju ofrojmë hapësin? A ju ofrojmë në i fush tjetës? Jo, për derisa ti e ki Universitetin e Prishtinës, i cili nuk e ka asnjë person me aftësi të kufizuar të punësuar, kjo neve na tregon që edhe në nivelin akademik ne kemi diskriminim sistematik. Në rast se kemi student në Universitetin e Prishtinës, mirë po Universiteti i Prishtinës nuk mrin me nxjerr doktor shkencësh, të cilët janë me aftësi të kufizuar. E keni bo një raport ekipi juj që ka punu me Universitetin e Prishtinës lidhur me qasjen, në qasjen e persona me aftësi të kufizuar. A ka ndru diçka UP-ja? Ka ndru ndryshime kozmetike. Pra, kozmetike në nënkupton me i vendos disa pjerina në disa prej universiteteve me bo investime kozmetike. Kadaj. Jo, unë i quj kozmetike sepse, jo, është pak. A bon me pyt? është pak. Po e them kur është pak, është fakti që në rast se ti në kampusin tanë nuk e ki standardin që çdo hapësirë është e qasshme. Vendosja vetëm një pjerine nuk e përmbush standardin. Pak ma shumë. 1, 2, 3, nuk mjaftojnë. Do është i meritoni me thonë diçka? Nëse për ata është kozmetike, për një është e domosdoshme, pjerina. Do më thonë kanë vështrime ndryshëm. Po, veç Krishniku po thot pak, se shumë fakultete. Ka e kanë qitë 1-2 fakultete. Në UP. UP-ja është e madhe, jo vetëm... Një se ka fillu. E di. Mirë, po atë vendimin politik që na po e lypën, vendimin menaxherial që na po e lypën, është që krejt hapësira me qenë qasshme. Nuk mundesh me thonë kam qasje për personat me aftësi të kufizuar, dhe ti i ki 4 objektin, e banjon e kin 4 parë. Sepse ai duhet me lëviz 4 për me shku në banjo. Pa presion të komunitetit nuk ka ndrime në Kosovë. Nuk ka vullneti politik personalti. Mirë po, këtu kemi edhe shpenzim të parës publike. Parja publike du të mu shpenzu mbi standarde. Jo mbi bazë të qefe dhe mbi bazë të vullnetit të njerëzve. Në rast se na jemi të shpenzu 1 milion euro me ndërtu një shkollë, dhe standardi ndërtimit është që aty du të me pas qasje për personat me... Po veç, kush ankohet që s'ka qasje? Duhet ai menaxheri i kontratës, projektuesi i kontratës, duhet kryetari i komunës më bëj llogaridhënës për shkak se ka dështu. Sepse ajo që na po dojmë me sensibilizu, është që investimet fillestare për mi bo objektet e qasshme nuk janë shumë të shtrejta. E shtrejt është adoptimi i hapësirës. Pra, në rast se kemi me vendos një derë, e cila garanton qasje, ajo kushton 50 euro ma shumë. Po me shku me ndru derën, me vendos 3, kushton 3.000. Dhe gabimet në planifikim, neve janë të na kushtu shumë. Naim. Jo, unë në kontekstin e asaj që bisedu këtu, më me thonë që
është një aspekt praktik që duket shumë më i lehtë se sa në teori kur e diskutojmë. Nuk ka plan ndërtimi publik që nuk parashikon qasjen. Nuk ka, po ju garantoj për këta. S'ka. A je i sigur? Jam shumë i sigur, sepse... Je të thonë në projektim? Jo, në projektim nuk ka. Gjdo projekt e ka qasjen. Por, as batohet pastaj, edhe kush e marrë përgjithësinë me mbikëqyrë, me ia dhënë lejen pa e pasat qasje, kjo është problem që mundet më kanë edhe... Ma je sigur se shumë i e të sigur. thonë, që projektimet nuk ka as projektim për rrugë. Projektimet e kanë qasje. As projektim për rrugë, as privat, as publik. Dhe të thotë, se cili ndërtim, sot në Kosovë, duhet më ju përshtat kërkesave që dalin nga kyllëzim administrativ dhe nga ligji... Unë e pedi që duhet më ju përshtat. E kanë, po a i përshtatet? E kanë sepse s'mund me marrë lejen pa ta. Nuk mund me marrë pëlqimin për ndërtim pa atë qasë. Po thot që dikush e këshyr ato? E jo, e këshyrin. Kush e këshyr? Kush e mbikëqyr? Kush e këshyr mbikëqyr ndërtim? Në qendër qytetit Gjilan. Banka BPP u transferu prej një rrugë tjetër nga çfarë staze kanë drejtë. I thash një ditë atina, thash apo ma qet beta shot çatat arkitektë. E kanë projekt. Marrë me ashtë projekt, marrë për sy. Se zbatan. Marrë ashtë. A jetu full për objekt privat? Po i shka kogalje si privat, si publik. Privat, publik. Aja është publik, nuk mund shmi thonë privat. Aja është publik se një personal. Nësa është kolektive. Ashtë klienti që asaj bonke. Aja është publik. Lutë. Pa marrë parasysh. Na kemi bëhe tim edhe e ullumtim edhe po e tha me përgjithësi këta. Se cili projekt në Kosovë, si ndërtimi ullë, si ndërtimi lartë, e ka të planifiku me qasjen për asin e kufizum. Sepse është detyrim ligjor, pa cilë nuk mund është me marrë hapa tjerë për me shkel ligjin. Ti edhe me dash me shkel ligjin, së mund është pa e marrë atë leje. E ku po ndodhë në kontrol, në mbikëqyrje edhe në pranim teknik. Edhe tash për shembull, nëse ky objekt ku jemi sot është ndërtu me një leje për qasje, por qasje nuk e ka, atëherë bie që ka dështu përgjegjësi që është komuna, kur e ka dhënë pranimin teknik dhe legalizimin e objektit. Besar, do të më thonë diçka? Në fakt, krejt planet para ndërtimit janë sipas rregullave dhe sipas udhëzimit administrativ. Është udhëzimi administrativ 33 për 2007. Sakt e përcakton çka dohet, i ka komplet çka dohet për një banjo, për një korridor, për një derë, so janë dimenzionet e sakta. Po, kur vjen puna të ndërtimi i objektit, s'ka mbikëqyrje. Kur vjen puna të pranimi teknik i çatij objektit, lëshohet pranimi teknik pa e mbikëqyr, pa e kontrollu, a ka qasje, a ka toalet, a ka rampa të përshtatshme. Qysh tha dhe Krishniku, i qesin në rampat, po janë rampat pa kalueshme edhe për personat që janë në kam. Do me thonë edhe personi që nuk është me aftësi të kufizuara, nuk mundet mund gjitë në qatë pjerrinën ose qatë rampën që është. Edhe krejt problemi është, do me thonë, të pranimi teknik edhe të do me thonë, kur mbikëqyret qaj objekt. Veç që unë nuk isha dasht me shku vetëm të pranimi teknik, për shkak se hulumtimet e cilat e kemi bo, analizat e cilat e kemi bo, gabimet fillestari janë në projektim. Pra, projektimi bëhet jashtë standardeve. Vendosen anësore të trotuareve të cilat janë jashtë standardeve dhe nuk lejojnë qasje. Vendosen barierat të cilat nuk lejojnë qasje. Ndërtohen ngushtimet të trotuareve gjëja në emër të gjelbrimit të cilat e ngushtojnë trotuarin dhe personat me aftësi të kufizume nuk mund me lëviz. Projektohen trotuare, gjëja për qasje me për personat me karroca, po harrohet në projektim qasja për personat e verbër. Pra, na në shumicën e objekteve të cilat i kemi pa, të cilat janë ndërtu edhe në vitet e fundit, sot kemi ambulancat të cilat janë të ndërtu, të cilat nuk e kanë në projekt shenzimi për personat e verbër. Pra, ajo, për me përkthy thjesht, për me nga kuptu drejt qytetarët, janë 2 metra katror plaka, nuk janë ma shumë investim, të cilat nuk kushtojnë ma shtrejt, veç du të me ngjit plakat të cilat janë me shaja për personat e verbër dhe a investim kryet. Mirë për në kriteret teknike, të cilat i ka projektu edhe komuna ose edhe investitori, nuk parashihen këto obligime edhe kompania në momentin kur i del projekti për para, thot unë qështu e kam projekt, qështu e implementaj. Ata kur të vinë pastaj, le të bojnë qasin ose le të garantojnë hapësirën. Pra, ato që përdojna me thonë është që gabimi fillestar nuk është veç të pranimi teknik, është edhe në projektim. Nuk po imponohet standardi të cilën e kërkon ligji. Më duhet me ndërhy këtu, Krishnik, sepse
Më thash, ne kemi bë hulumtimin 4 komuna dhe kanë bë ekspert fushës. Edhe konstatimi i tyre është që prani kushtet teknike të objekteve të ndërtuara edhe në sektorin publik edhe privat, kur jepen leje të ndërtimit, gjithmonë duhet mu plotësu. Nëse s'plotësohen, s'jepet leja. Edhe kjo ndodh, a planifikohen keq, ato që po e thu ti, pajtohem, ka raste tilla. Ta zam, neve hulumtimi na ka tregu që shtegu i personave të verbër, taktore që quhet, në mesin e shtegut është e vendosur shtylla. Edhe tash personi i verbër shkon deri tek shtylla. Ose tjetra, është taktoria dhe është shkallët. Ose është pjerrina dhe janë shkallët. Është pjerrina dhe janë shkallët. I kanë vënë leje kafiterisë me i vendos karrigat në këta persona të verbër. Edhe tek lejet, unë kisha dashur që edhe këta me shtullë, po du m'ja dhënë hapësirën tjerëve. Sepse faza 3 pastaj fillon këto, te projektimi jo i planifiku mirë, tek mbikëqyrja ndërtimit të keq, edhe pastaj tek dhënia leje për veprimtari ekonomike që s'duhet mi u dhënë kur nuk i plotësojnë këto kushte. Dhe unë pata vendos një rregull mbrana institucionit të avokatit popullit që mos me marr pjesë në hapësirat ku nuk ka qasje. Mos me marr pjesë, nëse më fton një organizator në një hapësirë ku është qoftë restoran, qoftë hotel, qoftë hapësirë tjetër publike, unë mos më shko. Sa e ki marrë këtë premtim? Jo gjithmonë. Jo gjithmonë sepse jam detyru ose nuk kam mujt me kuptu që nuk ekziston dhe momentin kur ti si me thonë e konfirmon pjesëmarrjen duket drejt mos më shko. Për ndryshe, gjitha institucionet duhet me pas si kriter, me identifiku ato hapësira ku janë të papërshtatshme për qasje dhe me i shmang për aktiviteteve, si detyrim pastaj si presion për me i rregullu. Dhe fundit, edhe po e mbyllion, pastaj po i dëgjoj me shumë kënaqësi tjetër, shtetit kam i kushtu shumë atë për kompenzimi i dami që kam ja pagu aftësitë së kufizume, se sa investimet sepse janë minimale. Kanë fillu pa ditë e persona ma si të kufizume. Unë kam bë një të tillë në komunën e Fshkusovës. Kallëzom, në cilin komunë, Besart? Komunën e Fshkusovës. Unë e kam bë një pa ditë, më kam ushtru pa ditë për shkak diskriminimit në qasje, do më thonë që Fshkusova është, më me thonë shumë tjeshtë, është 4 urë. Ka trotuaret në alta, do më thonë, në qendrën e mjekësisë familjare nuk ka toalet, unë jam kanë vetë, nuk ka pas toalet, për qatë ku se jam kanë, edhe është Besart që sa e ke bo pa ditë? Tash një janar më duket se i bëj 2 vite. 2 vjetë? 2 vjetë, po. A ke pas na i thishtë? Jo, kur gjë. Para prakisht i kun shkrujt një email komunës, zyrtarit komunal, që me ndërmarrë diçka në lidhje me qasjen edhe në lidhje me toaletet edhe po ma ka këty një email u konë me të vërtet u konë që sharak që na kena punu, kena ba, ndërkohë që one kom problem me dollë vetë me karrocë. Edhe mësëne që kjo konë komunikimi fundit me zyrtarët komunal, edhe mas kësaj, dhe më thonë veç ku më shtu pari, tash një janar i bëjt 2 vjetë. Abdul? Po deshta, thash, t'ja bëj një pyetje zotri Qelës, a thu qatë shumë ka lanë për që i kina pa ditna, se janë të pritë ka 3 vjetë, 4 vjetë. Shumë lanë ka një 8.000, 9.000, 20.000. Sa lanë janë? Shumë pak ka lanë. Po veç shteti si shtetë. Nuk ka shi interesu më shemë, shka interesan shemë, për avdili bishim se është person me aftësi të kufizuar. Ti ish i bindën. Ti ish mëse i bindën. Ka institucione që... Ka institucione, por nuk funksionan. Nuk është i interesu ma e me zgjedhat problem. Avdil, zvaritjet e procedurave gjyqësore... Po nuk ka belon shumë. Ti ish pas për zonja, se shemë ngila një kitin 3 të rinë 4 qasi pa dhja. A i që a i mundët me marrë me rëna 1 mujve, ose me rëna 6 mujve me i kry. Jemi lanë shemë 3 vjetë, 4 vjetë. Abdullah, e din që janë a ka kësi pa di? Po që s'ka. A i një njerës që i kam... Urës kam i lanë rahat. Shpirtin kam ja hongër. Prej Qemal Mostafës, Lutfi Azirit, apet për shdet, Albani Seni, shpirtin kam ja hongër. Kurës kam i lanë rahat. A ti e ki bo pa dit? One, po kosh, qërë s'ka. As gudzojnë me marë frimbele. Janë 2 raste që janë fitu në procedurë gjyqësore. Edhe që ka ndodhë masi janë fitu? Komunat janë dënu me ka 5.000 ma shumë euro si kompenzim për aftësinë e kufizume, po është një problem të praktika gjyqësore. A
api pagujnë atë dënimin prej rrogave të veta, Jo, për pagujnë për bugjetit shtetarëve. Do me dhe na po pa disim që në fund shteti me pagu dënimin, ata po pështojnë. Unë besoj, unë mendoj dhe jam i bindun për këto që nëse fillon një trend i dorëzimit të padive me të madhe nga personat me aftësi të kufizume, gjendja ka me qenë edhe ma e vështirë se me pagat jubilare dhe me ato tjera që i kanë bloku edhe gjykatat edhe sistemin e drejtësisë e kanë bloku. Sepse nëse Kosova i ka 2.000, 3.000, 5.000, nuk ka një shifër të saktë dhe kjo është një problem shumë i madh në sistem. Nuk kemi statistikë të persona me aftësi të kufizume sa në Kosovë. Flitet 80.000, 20.000, dhe i 15% e popullatës, por nuk ka dhënat sakta zyrtare. Dhe nëse janë që 5.000 po e zamë, dhe nga 5.000 euro si cila komun dënohet për se cilin person që e banat padi, plus shpenzimet gjyqësore, plus shpenzimet e procedurës, plus detyrimin me evitu pengesën pasojën, mu me vendos një kollaps. Po naim, po jetu full nëse ka që si persona, po adi sa mund... Po duhet me pas, sepse vjen një moment, sepse këta po luftojnë për drejtën e tyre. Ma 4-5 padi janë krejt Kosovë. E drejta e një personi me aftësi të kufizuar është detyrim për shtetin. Nuk është vullnet, ta kemi të qartë, është detyrim për shtetin. Është një problem tjetër, për shkakun se ti pe bën një padi dhe padia jote po zgjat 5 vjet. 6 vjet. Mas asaj po shkon në apel, po zgjat edhe 3-4 vjet tjera, edhe në fund ai po dënohet 5.000 euro që nuk jep pi xhepit, edhe s'po merr përgjegjësinë. Apo kupton? Majdet e komët, jemi para publikut. Në këtë rast nuk ka dënime, ka kompenzim dëmit dhe ka një kthim të detyrimit që shteti e ka ndaj personit me aftësi. Ka dalë, Krishnik, shtu 5.000 euro i paguon? I paguon buxheti i shtetit, i cili ishtë dasht këto investime. Kujt ja paguon? Ja paguon personit të cilët i përshkruajnë të drejtat. Pra koncepti këtu është që personat me aftësi të kufizume e kanë këtë drejtë dhe shteti duhet m'ia dhon këto pare sot. Në rast se këta vonohen me i marrin si kompenzim as 5-6 vjet ose kur ti vjen randi. Pra, nuk jemi të folë për dënime. Mos të keq kuptojmë. Jemi të folë për kompenzim të dëmit, të cilin si shoqëni ja u kemi obligim ja u dhon. Ajo që kemi ma kjo është kurgjo, se situata s'pëndron. Po i merr kompenzimin, s'pëndron situata. Nuk ka çare pa ndryshuar, sepse gjykata në momentin kur e evidenton problemin, e obligon edhe me rregullu. Ka dënim, ka obligim, detyrim që situata mu përmirësu, me u garantu qasja dhe me... A o mri kjo me naj padi? është mri me disa padi, jënë të ndërtu standartet, dhe ajo që ka duhet me kuptu edhe institucionet lokale, edhe institucionet qendrore, është që duhet me marrë masa të menjëhershme që këtë diskriminim sistematik që na e qumë që ka ndodhur që 25 vjet, me marrë masa konkrete me e trajtu dhe me bo një plan konkret se qysh në 5 vjet të ardhshme na i zvoglojmë krejt këto probleme, nuk po thëmë që mujna mi zgjidh, sepse nuk ka asnjë vend në botë i cili është 100% i qasshëm, po të paktën barierat minimale me i largu, të paktën shteti me u zotu para persona me aftësi të kufizuar që ka mu angazhu dhe me synu me garantu barazin në ato pjesë ku mundet. Sot, na nuk po shohim vullnet për me tentu me garantu qasjen. Problemi nuk e kemi, a kemi pare na. Sepse në rast se vjen të momentumi ku shteti nuk ka pare me investu për me bo qasjen, atëherë edhe na të drejtat nuk muna mi lypi shtetit. Po momentalisht shteti ka pare, momentalisht shteti po harxhon pare për m'ju dhon kushte më të mira të jetës personave të cilat nuk kanë aftësi të kufizuar, pra janë persona normal, pra po ndërton shkolla për ta, po ndërton parqe për ta, po ndërton rrugë për ta, po ndërton trotuare për ta. Krejt çka është tu e bo për ata që nuk kanë aftësi të kufizuar. Krejt çka s'është tu e bo, nuk është tu e bo për ata që kanë aftësi të kufizuar. Dhe kjo është problematike, pra në rast se unë jam qytetar dhe është tu ndërtu parku, dhe fëmija jam ka qasje në atë park. Por një fëmijë me aftësi të kufizuar nuk ka qasje në atë park. Kjo është diskriminimi. Dhe kjo është problemi. Në raport me ligjin dhe me kushtetutën. Besar dashte po, organizata ku jam unë antar organizata Endikos gjatë fushatës zgjedhore për Prishtinë, do të thonë ju ka dërgu një deklaratë të zotimit që kanë mi plotsu kushtet elementare për persona me aftësi të kufizuara, edhe atë deklaratë zotimit nuk e kanë nënshkru krejt, mos thëmë një ose dy kandidat. Ani kallzona një ose dy kandidat, kush e ka nënshkru? Meso e kumpone, nashta nuk jam i saktë, është përparim Rama, e ka nënshkru. Vitin e ka zgjedhjet e kalume, para 4 viteve ka nënshkru Bek Berisha,
e mësoj mojnë men, edhe si vjetë e ku mojnë men për parim Ramën, nuk e di tjetër kush e ka nënshkruajt. Do më thonë, zgjedhjet tash që kanë për... Mos u ba mërak për ata heq se... Do më thonë, është vish një letër e zotimit që garanton, do më thonë, zbatimi plot udhëzimit administrativ 33/2007, përfshirjen e personave me aftësi të kufizuara në arsim, punësim, politik, kulturë, sport dhe jetën sociale, krijimin e zyrës brenda institucionit të komunës së Prishtinës, e cila do të merret me çështjet dhe nevojat e personave me aftësi të kufizuara. Do më thonë, një zotim nuk është që ju kushton ku me ditë so shumë. Interesant, Hendikosi, veç Prishtinës ja ka dërgu kandidatëve për Prishtinë dhe tjerve. Ja dhe në Gjilan, Krejt komunë. ka nënshkru krejt, po shka është ma e keqja që... Ka nënshkru krejt. Ashtë shikuj së marrë kosh me atë punë. Edhe mandej? Shikuj së marrë kosh, në ka detiru Edhe në këtë Kosovën, ka qenë një temperaturë tropikale, jemi detiru me dalë në protesta kundër qeverisë komunale se si ka letësu kur farë kushteve për... Ama letrën e ka nënshkru, a? Letrën e ka nënshkru, që ka që është farë nënshkrimi. Mendoj që pushteti ka që si që është media dhe na, le ta themi, si pushteti 5 do të me bo ma shumë. Ma shumë presim? Po. Parësy se ku të bojmë bashkë dhe e kemi një qëllim për bashkët, mundët me pas reagime ndryshe ose vedisim pak maj madhë. Për shembull dikush me padi, po dikush me protestë. Protestat, unë jam pro protesta shumë. Në krejtë Evropën ndodhin do protesta, edhe ka lëvizje ku të bojmë protesta, edhe media duhet me ne hap edhe ma shumë hapësirë. Sidomos në kohë zgjedhjeve, që me mujtë me ditë që edhe ne jem këto dhe i kemi nevojat tona. Po nuk e di a kështë qenë mujtë, po du me pyet avokatin, të ashti këto që bojnë për asamblesë, a kështë mujtë edhe ne mi pas 2 vende sigurume ose 2 ulse në asamble me ne u, ose legjë. Edhe unë unë falë. Po, vazhdo. Edhe unë ku ngritë si qashtje se ku pas si shembull të mirë të kuota grave në parlament, është një kuotë që do të më mëri, edhe unë ku ngritë si qashtje pse nuk e kam personat me aftësi të kufizum një kuotë, jo për gjithmonë, po vetëm deri sot arrijet ai vendisimi i populatës që edhe personat me aftësi të kufizuara mund me qenë asamblesë, ose mund me qenë edhe deputet që ka pas edhe ma herët, po me qenë kjo si një kuotë, për shembull, se është shembull shumë i mirë të kuota grave tash. A ekziston besar që Jo. praktik diku në botë? Nuk e di, përbes, nuk e di, nuk më bëjë në ndonjë Jo, nuk e tim, di, po e ku marrë si shembull të kuota e grave, që ka pas shumë sukses. Do me thonë, tash edhe nëse grave ja u hekin qatë kuotën, unë po mëne që e ka në mëri vendisimin që edhe gratë mund me përfaqësu edhe ma mirë se Po burra. besoj që kishte qenë mirë. A bërë unë e pyt me ndru që to, Avdyli e ka provu me ndru që të pytje, Avdyli tha unë e kom provu. Po as bën ju me provu pak ma shumë, mu zgjedh njoni, mu zgjedh me vota, me bo fushat, me ju një mu mediat, që po pojtona që mediat e kam përgjithsinë e vetë. As bën me provu? Është shumë e mirë me provu. Në Fushë Kosovë, komunën e Fushë Kosovës, unë e një kandidat që është zgjedhë asamblesë, edhe është dalë i dyti, është dalë i pari ose i dyti në listë. Në qëto zgjedhje? Në qëto zgjedhje, po. është me aftësi të kufizuara, po. Është një gjallë nga bardhi i madh i Fushë Kosovës. E ku përcjell... Cilës parti është? Është i partisë Vetëvendosja. Po. I dyti në listë ka dojë? Mos gabofsha, është, do më thonë, kandidati për kryetar, me njerë mas kryetarit, më duket është me 500 Kjo është lajmë fantastik. Po, unë jam gëzu shumë, nuk e kom ditë që merë pjesë si asamblesë, e kom marë vesh datën e zgjedhjeve, edhe kom përcjellë gjatë tonë kohës, dhe se është bon numrimi, edhe ka marë një shumë vota, dikon 550 mos gabofsha, edhe është dali i dyti. Pse menon që njerëzit e kam përkra? Bashkë më intereson e ki përcjell je i qasaj komunë. Çfarë fushate ka zhvillu qaj njëri? Nuk e kum përcjell fushatën, se po thëmë, e kum marrë veç ditën e zgjedhjeve, po e një si person e një aksidentin që ka pas, edhe
e kam përkëra si që duket fshati edhe rrethi ku ai banon, e kam përkëra shumë edhe është zgjidh E mira, po du me kry me ty emision Adip se po du me të pyt për punësim. Kër i pyta njerëzit ajo në punë, ti the s'jam në punë. Mu po më intereson një njeri që ka kry shkollë si ti, ka zëm që ke kry edhe për çka je aftësume me punu, qëfar punë mund është me kry? Unë kom përfundu fakultetin e shkencave sociale për kujdesit dhe mirëqenia fëmijëve. Me thop pak javë, një muj para se me pas një aksident. Arsyeja që nuk kom punu edhe që nuk po punoj është që nuk jom kon ende e gatshme. Profesion të amin është pak e vështirë, se kam disa dhe probleme me një aparat dhe për dëgjim është pak problem, se me fëmijë, po ndoshta mu ofrohet në i punë deri sot nuk jom kon gatshme, jo mirë shumë me veten, e tash e tutje të shohim. Nuk është që une po du me dalë sot me thonë kom kërku punë edhe s'mu ka ofro. Se une e pranoj që une nuk kom dalë deri sot me kërku punë, se jo mirë shumë me veten, se aksidentin e kom pas që 7 vite, edhe tash e tutje të shohim. Po, unë mirë na shumë edhe me punë të shpiz, dhe me thonë, vetë, jetojmë vetë edhe i kry krejt vetë, nuk... Që shumë interesant që Besarti është partneri jota, po? Besarti që është ofër. Po jeta... Të dytë jeni qift me aftësit kufizuar. Me aftësit, po, edhe jetojmë vetëm. Vetëm, kur keni nevoj me kry obligime jashtë shtëpis, a duni mi thirë njerëz tjerë me ushtë? Ka raste kur duhet se ka shumë barjera. Për shembull, në ndërtesën ku na jetojna nuk mujna me dalë prej derës kryesore, do të me dalë prej garazhës automjetëv, me automjet. Kështu që ka momente kur na duhet personi i tretë, ka shumë momente kur na duhet personi i tretë, po... Shumicën e kohës ja dalim vetë. Vetë ja dalim, A jeni në ndërtesë të madhe? Po, është ndërtesë. Fushë Kosovë? Jo, në Prishtinë jena me... Po, jo, jena transferu në Prishtinë, se në Fushë Kosovë është pak ma shtirë. Jo, pak ma shtirë, është shumë ma shtirë. Në qëfar lagje Prishtinë? Jena me një lagje shumë të ngarkume, jena marrë në Peza, është shumë ngarkume, po... Rafsh, a e keni shtëpi në Rafsh? Jo, është banis 5 katëshe, ndërtes 5 katëshe. Në katë jeni jo? Jena katën e 5, sot e patëm problem në undalë rryma, edhe nuk e dhe shumë, a kena me mujtë me mri. Debat. Kumë thirë kecin, kumë tentu me ditë orarin, kur lëshohet, dhe më thonë keni par stresi. Zakonisht e kemi shtu far stresi, qatë ditë që kemi një takim, ose një kontrol, një diqka, në ndalët rryma ose prishet listë ose diqka, po që është fatë mirësisht që po ja dalim edhe njëna ma mirë është që na jena shumë të lumëtur. Fantazivish. Se me forca tona dhe me thoi ja dalim. Ma poshtë me jetu? Nuk i kena pos kushtet, dhe me thonë me gjithë një banist përshtatshme, po tash jemi të këshyrë, dhe me thonë veç jemi sistemu po menej, edhe besej që po. Besar Tim Kallëzove që punon online. Po. Jep shërbime online. Për kompanit jashtë Kosovës? Jo, mrena. Okej, sa është sfid me him punë? Shika jetë, kur ki vullnet edhe e gjemë punën. Do më thonë, dhëtë me pas pak vullnet e gjemë punën. Fatë këtësisht nuk është e letë për të gjithë. Dikush ka se jo kërejt personat me aftësit kufizuara i kanë problemet e njëjta. Dikush e ka pak ma rënë, dikush e ka pak ma letë, po punësimi për persona me aftësit kufizuar është shumë i vogël. është tepër i vogël. Unë po du menon që tu debatin se është momenti mirë me kry në që ka shumë vullnet, ju vullnetin që e keni, edhe po më inspiron që ju po thuni qëre kena probleme na jena të lumëtën. Njerës që e shohin këta, po shpresoj që ju e vullnet me pa qysh njerës pa avësit kufizum shpesh si janë të lumëtën. Këta po bojnë qare. Urna, Avdil. Se Zotin e ka dhonë këtë dhërat, edhe jemi të lumëtër me këtë dhërat. Ta dini. Faleminderit. Në përvrej që do të ditë sa
Që po hasin njerëz së shumicave që janë nervozë, se i kanë shumë dirte, që mendojnë që nuk kanë zgjidhje, e zakonisht unë mendoj që çdo gjë ka zgjidhje. Edhe e shoh që janë shumë nervozë, dhe kështu tham, o zot na sa të qetë jim, sa të lumtur jim, pse ata nuk janë. Faleminderit, kaq kishim për sonte, deri nesër mbrëma në kohë të njëjtë në ora 7 me neve në debat tjetër. Natën e mirë.